Jemi rikthyer në studio në pjesën e dytë të #Gjesit. Do të flasim për një lojë mjaft të veçantë, duke filluar nga 5 minuta lojë që bëhet me shumë lidhje, dramë familje, gjithashtu edhe pak konflikte, por shumë bashkëpunim. Kjo lojë e veçantë është krijuar nga dy shoqe, bashkëpunimi i tyre, Menda Zimberi dhe Leonora Malogu, kanë qenë dy shoqe që kanë arritur me kriju këtë lojë. Quhet Grok Kosova. Groku është një mjet ndërveprues për zhvillimin emocional të marrëdhënieve të shëndetshme përmes lojrave me karta. Ne këtu në tavolinë kemi marrë shumë prej tyre që kemi me diskutuar edhe në studio se çysh zhvillohet kjo lojë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Menda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Mirë se u gjejmë. Faleminderit. Mirë. Deri tani kemi nisë ditën mirë. Po, çajo në rasti me nisës edhe gjatë një atmosferë të mirë të jo. Qysh bjë shkojnë punë, mirë? Mirë po ecë, mirë, tani me sidomos prej që kemi fillu projektin me Grokun, jemi hala ma të lumtuna edhe shumë entuziaste me pasë si kam shku. Unë ju prezentova se dy shoqe, jeni dy shoqe që e keni kriju këtë ide bashkë, që pëndojnë njerë pak tek ideja e lojës, qysh e kriju të idenë dhe erdhët në përfundim me bu një lojë tillë. Në fakt, ne nuk e kemi kriju lojen, por kemi marrë licencën për me përkthyr në gjuhën shqipe. Kjo lojë është ma shumë se sa lojë, ashtu po e quajmë ne. Është lojë që ka të bëjë me empatinë dhe dëgjimin aktiv, edhe përfaqëson në një farë mënyrë komunikimin jo të dhunshëm. Gjatë një kohë, kur ne ishim në Amerikë, e pa mu prezentu me këtë lojë, edhe me ata që ishin ideatorët e lojës, na pëlqeu shumë ideja mrapa, sepse nuk është vetëm argëtuese, por është një bashkëbisedim i thellë dhe që mund të luhet në çfarë do lloj ambientesh, po flasim ambiente familjare, ambiente kolegiale, në mes individëve, në mes çifteve, në mes fëmijëve, në mes shokëve, në institucione shkollore, kudo. Edhe e gjithë ideja e saj është si me zhvillu një lloj komunikimi të shëndetshëm, në mënyrën që edhe ti e prezantove në fillim, që kishme shkaktu ma pak drama, ma pak konflikte, me shumë bashkëpunim dhe me shumë dëgjim aktiv. Kështu që kur e pam edhe e kuptuam komplet idenë mrapa lojës, mendum që do ishte nevojshme me sjell edhe në Kosovë. Jemi shumë të lumtur që nuk kemi pas asnjë komplikim sa i përket licencës dhe tani derisa kemi punuar në përkthimin edhe siç po e shihni, veç është i gatshëm edhe printi edhe shtypi i lojës. Ne po ashtu kemi hartu edhe dizajnu disa workshope dhe trajnime të veçanta që mujnë me u ofru, jo vetëm në kuadër të lojës, loja si lojë, por workshope, qoftë për kompani, qoftë për institucione parashkollore ose institucione shkollore, që të kenë mundësi me i përdor për team building time, ose në anën tjetër që ne me sjell një ngritje të vedijes në mesin e shkollave tona në mënyrë të veçantë për komunikimin jo të dhunshëm. Okej, atëherë Menda, kjo është loja, kutia e lojës që brenda janë kartat edhe gjithçka që duhet. Mund të na shpjegoj pak? Po patjetër, Gelina, do të thonë, momentin që hapëm këtë paketimin, që përmend edhe Leonora që nuk është vetëm një lojë, po gjithsesi është një tool ose një mjet i cili kemu përdor për me rritë deri te çaj komunikimi i shëndetshëm, rritja e empatisë edhe ndëgjimi aktiv në mes të gjitha grup moshave. Siç po e shihni, është edhe domethënë janë dy llojet të kartave ose të lojave empatike. Njëra është për fëmijët që na nuk kemi dashur me tash në kohën tonë moderne edhe na identifikojna për shkak se brendi quhet Grok, kece kemi lënë edhe na që identifikohen si lojë për fëmijë, edhe kjo është për të rritunit ose Grok empati. Nëse e hapmi këtë boksin, e para që kemë na u shfaq është një libër i vogël ose manual i instruksioneve. Kjo është shumë e rëndësishme pasi mos me identifiku si një mjet ose si një tool që i ka vetëm disa karta mrenda. Kretë kjo udhëzuesi na ndihmon për me kuptu sa ma lehtë lojën edhe me rrit deri te qëllimi i thellë që e ka brenda vetes. Që përmend edhe Leonora që është në psikoterapinë e vete ose një terapi e shëndetshme sa i përket komunikimit. Të fillu me komunikim rrim edhe te ajo ideja me i rregullu nështë edhe shumë gjona tjera që na shqetësojnë sa i përket nështë stresit ose gjanave ditore, nështë edhe asaj që fshehemi mrenda dhe nuk e kemi atë lirin me fol. Do me thënë, ky manual, që po mundimi me pa,
pasi nave që kemi marrë licencën edhe i kemi këtë gjitha procedurat sipas asajna që edhe kompania AM i ka të përcaktune, na kemi ardhur të përfundimit që e kemi përkthyer dhe kemi përshtat, e cila është adaptuar komplet në gjuhën zyrtare, gjuhën shqipe, edhe i ka të gjitha instruksionet mbrenda, e kemi përshtat vetëm në ato pika kur u ka në kuptueshme gjithçka me u përkthy, po përndryshe është origjinale ajo të cilën kompania AM e ka themeluar dhe e ka ndërtuar prej një institucionit të komunikimit jo dhe dhënë shumë se në gjuhën angleze është prej instruktorëve të non-violent communication. Ata kanë ardhur në përfundim që një lojë e tillë është e nevojshme për komunitetin, që përmendi Leonora, për fëmijët edhe deri te të rritunit. Kështu që është gjithçka domethënë te ajo pjesa origjinale. Nëse hapim brenda, i kemi dy grupime të kartave. Këto kartat me të kuqe e kanë domethënë këtë pjesën mrapa që identifikohen me një diell, janë kartat e nevojave. Edhe nëse i kthejmë mrapa, janë komplet 48 nevoja që janë para pa, jo që na nuk kemi tjera, që janë para pa ose generalizu. Çka kemi dashna me bo gjatë fazës përkthimit, gjatë fazës përgatitjes, kemi marrë disa vlerësime edhe prej qoftë psikologëve, prindve, edukatorëve, po edhe fëmijëve vetë, edhe kemi ardhur te përfundimi që na ka lejuar edhe për kompanisë milion të dy gjuhët. Me faktin që dikush tash i kemi pa edhe gjeneratat e reja që ka raste kur njihen më mirë dhe nashta në gjuhën angleze, po gjithsesi ideja komplet u kon që na marr me versionin e gjuhës shqipe. Kështu që për hir të asaj na kemi lënë në dy gjuhët. Kjo më të madhe domethënë është përkthimi që po shkruan integritet, është në shqip, edhe karta mundet më pan të dyja anë. Okay. Se nëse na të dy si mundet mu lut të fillu edhe vetë, është psikoterapi me veten tënde, mas ne fillon me bashkëlojtar me dy persona e deri më shumë 10, 15, varësisht derisa më rrinti me organizu brenda kohës. Interesant që mundesh me lut edhe vetë, a? Po. Brenda manualit ose uzusit, këtë është e paraqitur edhe qyshe praktikanti vet. E gjeni hapësirë të qetë, ta quajmë ose meditim ose vetë reflektim, edhe i merr kartat, i shtrin tavolinë edhe fillon me reflektu me veten tënde. Është një psikoterapi me veten që është edhe kjo e veçantë. Po gjithsesi mas ne fillon me praktiku me 2 lojtarë, me 3, me 4 e më shumë. Domethënë që me ngjyra e kuqe identifikon kartat e nevojave dhe kjo pjesa tjetër që është një zemër është kartat e ndjenjave. Nështë njëna për praktikave të para që mund me fillu, tek fëmijë, tek Grok Kids, mundet me fillu kur njëni për fëmijëve e zgjedh një kartë pa e pas se çka është mrenda, edhe vendos tek balli, edhe bashkëlojtari ku me tregu, që ky manuali i ka atë magjin mrenda, se na ndihmon se çysh edhe me u shpretu e lut lojen. Jo veç se këtu janë si enigmë, njëna prej lojave është enigmë. Edhe mandej personi ose bashkëlojtari në këtë rast ti mundesh me më tregu se në çfarë situate të caktune ndihesh me çet feeling ose ndjenjë që ne kam kartën. Në njëjtën kohë ti kime fillu me tregu veten tonë se çfarë situate ty të bjen në çat ndjesi, edhe unë si bashkëlojtare me ty duhet me kon çaj ndëgjimi aktiv prezant, që unë me arrit e ideja se cila është çaj ndjenja jote që ti tu dash me shprehtonë. Edhe në ndërkohë janë edhe këtë metoda tjera të lojave të cilat mas ne ti i zgjedh ose i sugjeron bashkëlojtarit me faktin që ti e koni ndëgjues aktiv, i thu që nëse ti je unë e mërzitur, unë në bazë të faktit se çfarë grupime të ndjenjave kam këtu, kam të thotë se ndoshta nëse je mërzitur, ki nevojë për shoqni, ki nevojë për me dalë jashtë, ki nevojë për nevoja të ndryshme, ndoshta për integritet, për sinqeritet, njëna prej këtyne kartave të cilat kishin me konë. Do me thonë, tu përdor një mjet i tillë, 2 bashkëlojtar, ose më shumë 5, ose një grup më i madh, qoftë në institucionet që përmendi Leonora, parashkollore, shkollore, në kompani, në familje, në mesin e shoqënisë, që unë mendoj që kena pas nevojë për lojra jo veç empatike ose me rregulli komunikimin, po diçka që na mbledh edhe na bën bashk, edhe na bën me kuptu njëri tjetrin në një situatë, në një ambient më të ngratë. Jo me atë faktin është se për shkak stresit edhe gjanave tjera mrina veç me thonë mirë je po veç po doket, që po një është ashtu. E praktikojna krejt nështë edhe vetës ja thojna. Që përmeni Leonora... Ne kemi marrë feedback shumë të mirë, sepse kemi pas disa projekte pilot, edhe kemi marrë reagime jashtëzakonisht të mira. Po bashkëpunëtor dhe do shta mi pyeta, ka pas njerëz që kanë luajtur për shembull
familjarët me fëmijët e tyre, se loja fillan prej 3 vjeç, që mund Kjo është ka dhënë entuziazëm malama shumë e vazhdu dhe me pa që është diçka që ja vlen, me përkthy edhe me implementu, ne po ashtu kemi marrë feedback të mirë edhe prej mësimdhënësve, që ta menda edhe prej psikologëve, edhe prej institucioneve parashkollore që po dojnë me e përqafu si një mjet praktik në aspektin socio-emocional, të pjesë e strategjisë tyne, edhe ne jemi gëzu shumë në fakt me pa që është përqafu tashme edhe ka mundësi me u implementu si një strategji shumë e madhe se sa veç një loj. Sepse ajo që e bën shumë të rëndësishme, kyshe përmendi menda, janë këto kartat e nevojave edhe kartat e ndjenjave. Ne si njerëz kemi nevojë me u mësu, me u shpreh si po ndihemi, edhe të njëjtën kohë me u mësu se çfarë nevojash kemi në mënyrë që me i taku ato ndjenja, me i pranu ato ndjenja, po të njëjtën kohë tjertë me i taku nevojat tona. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, thjesht po e them prap, me ngrit që të vedijen në shoqërinë tonë kosovare, të dëgjimit aktiv, të komunikimit shëndosh, edhe me pas mundësi që duke i taku nevojat e njëri tjetrit, duke identifiku ndjenjat e njëri tjetrit, kemi këtë shoqëri të shëndetshme. Ose më duket që edhe jemi shoqëri që nuk është që i shprehim shumë ndjenjat, ose ja thojmë tjetrit se çysh po ndihemi ose se çka kemi nevojë. Ma shumë mundohemi kështu vetë me i përmbush nevojat tona dhe nuk e di pse na duket kështu e vështirë me i shpreh ndjenja, kështu që kjo e mirë se edhe argëtuese, edhe po i tregon tjetrit se çka ki nevojë. E vërtet, për shembull, mua nëse më kishe pyet momentin që erdha në zyrën e juaj, kisha thonë po ndina rehatshëm. Me faktin që e tha me fillim se erdhëm në një ambient i ngrohtë, ekipa jonë mirëpritës, edhe ta jep ty një ndjesi që ti edhe me vazhdu tutje. Ndoshta njëna prej tjerave e kisha zgjedh i relaksuar, se në faktin që jetu e folë edhe një diçka që është drejt asajna me i bën njerëz më të relaksuar nëse mundi, shëta ti më të qeltër, më të hapur ndaj ndjenjave të veta ose nevojave, edhe mirënjohës me faktin që njerëz e kanë hap një dritare ose një derë për neve, po edhe vetë themelusit e vetë lojes ose të ides, jënë kanë të hapun me neve me faktin që na përdojmë në komunitetin tonë me përkthy një loj edhe në gjuhën shqipe, një njënën për gjuhëve të shumë të mbot. Dhe më thonë me këtë faktu në mëjmë e thonë që aktualisht unë jam mirënjohëse, edhe që kjo është arsyeja që mu më bën mirënjohëse. Që kjo është më thonë që e instruksionet që neve në ndihmojnë që nëse unë e kom zgjedh një kartë të caktun ose një ndjenjë të caktun, unë e po du me argumentu. Në tjertë ka me thonë, po në nuk po du me shoqën tam nështë ta me nda diçka specifike, se po një mirë se nështë ta Leonora ka bu diçka mirë me mu, e kam dhe një shoqë tjetër edhe një e të keq. Nuk është pa tjetër ti me përmend emra, po ti të regon një mirë njohje me faktin edhe me një situatë që ty të ka ndodhur se një diçka që ti e ke kalu. Dhe më thonë që kjo është njëna pi praktikave, na veç fillum për 2-3 minuta dhe në mëj me zedhe edhe karta tjera, me artë e idea, edhe unë jam të identifiku vetën që shëllë të unit. Që e the ti, shpesh thona, ja plëtsojna vetit edhe nevojat edhe ndjenjat, edhe asë njëherë nuk i hapme. Edhe plus nështë na mungën edhe fjallori, thojna mirë ose keq. I kena dy ekstreme. Derisa na kemi shumë ndjenja tjera që ndihemi mirë njës, trahat shumë, të relaksun, qetë, të rritum, ndjenja negative. Ka kjo lojë është përkthyme në 72 vendet, në 72 gjuhë të ndryshme, edhe është implementuar në 72 vendet ndryshme, jo veç në mbrana Amerikës, po edhe në Evropë gjithashtu, që është jashtëzakonisht e rëndësishme, nështë vlen me cek gjithashtu që Grok the World, ata që e kanë fillu lojën, e kanë marrë ftesë veçantë prej shkollës shtetërore në New York për me e dizajnu, hartu një kurikull të veçantë, që tani më është landë në shkollat e New Yorkut, si landa e empatisë. Edhe ne duke zbulu, duke u lumtu më shumë me mendjen gjatë kësaj kohe që kemi qenë të e përkthy lojën, kem pa po ashtu se edhe disa shkollat ose disa vendet e Evrope, sidomos Danimarka dhe pjesa skandinave, e kanë landën e empatisë si landë speciale në kuadër të shkollave shtetërore. Dhe ne shpresojmë që me implementimin e Grokut në Kosovë kemi me mri me pas një ndikim edhe në shkollat shtetërore të Kosovës, pse jo landa e empatisë ose dëgjimit aktiv, me qenë një landë e veçantë zgjedhore në kuadër të shkollave ku fëmijët kanë me mësu si me komuniku, por që është nështë vlen mas shumë të me përmend që me parandalu edhe vetë bullizmin, sepse kur ne mësojmë me komuniku, me identifiku nevojat, me identifiku edhe ndjenjat e njëri tjetrit në mesin e shokëve dhe fëmijëve, pa tjetër që nuk ka me pas bullizëm në shkollat tona. Që është ma shumë se sa veç një lojë, edhe ne jemi jashtëzakonisht tani pasionante për këtë gjë dhe mezi presim me pa ndikimin në shoqëri tjerë.
realisht në për shkolla kishtë qenë shumë e nevojshme, si të mësë të fëmijët, se për një me kam pak të vështirë komunikimin edhe shprehjen e ndjenjave, nuk është që na mësojnë prej fillimit, pastaj mësohemi na vetë jeta na mëson, kështu që një lojë ka që mirë me të mësu qysh me u shprej, kështë vytë për një me shumë në për shkolla, sa mirë, për pësoj që krejtë në zonë se të këshën pas interes me shkun qatë lëndë. Besojmë që do bëhet, të shpresojmë. Po pësoj që edhe me këtë thirje, dëgjojnë edhe institucionet publike, edhe kanë me mujtë me bu diçka. Keni punu për shambu diçka në drejtem, jeni mundu të kë institucionet me shku me prezentimin e lojës dhe projektet? Veç kemi fillu, në kuadrët kësaj loje, ne kemi përgadit edhe një manual të veçantë, një projekt propozim, që përfshi në thashë edhe ma heret, workshop edhe trajnimet të ndryshme, aktivitetet të veçanta në mesin e fëmijëve, përveç lojes, kemi edhe aktivitetet tjera, trajnimet të veçanta në mesin e stafit, po flasim si dhënës, psikolog, edhe kushte që është pjesë e institucionit qoftë parashkollor ose edhe në shkolla tjera. Kemi fillu si projekt pilot në disa shkolla private, kemi hartu gjithashtu një projekt propozim për Ministrinë e Arsimit, tani akoma nuk kemi mrime pas një takim me ta, dhe në disa korporata edhe bizneset tjera për team building që përmendëm më herët, unë mendoj punojmë në një kompani së bashku në Kosovë, edhe kemi fillu me stafin tonë, si një brainstorming, edhe ka shku jashtëzakonisht mirë, e të vërtet edhe ata vetë janë befasu, se sa pak e kanë njoftë vetën e tyne, dhe sa shumë kanë mundësi me identifiku ndjenjat dhe nevojat e tyne. Që kretë këto aktivitetet që kemi bërë si projekt pilotën a kanë ndihmu me e kuptu që Groku, përveç që si loj me ushitë në mënyrë pasive në dyqane ose që mund porositet edhe online, njëtën kohë ka me implementu si një aktivitet aktiv gjatë të në kohës, jo vetëm unë e menda, ne pa tjetër që kemi edhe një staf mrapa kësaj, duke përfshi edhe vullnetar që janë të gatshëm me facilitu komplet aktivitetin. Dhe së shpejti, ne do të kemi edhe datën e lanqimit të Grokut, që është paka shumë si një Grok party, në fakt nështë edhe kjo vlen të përmendet, që ne po organizojmë edhe këtë pjesë të veçantë, i kemi qujtë Grok Parties, po janë ma shumë si takime në komunitetet të ndryshme, që ne me pas mundësi me shpjegu idenë e lojës, po dhe të njëjtën kohë me promovu komunikimin jo të dhënshëm edhe empatin. Okej, Minda, kishim lujt pak me po edhe shikus se që zhvillohet edhe loja? Atëherë, tash është një numër i madh i kartave për me mujtë tymet, po unë gjithë se veç kisha lanë të lirë me zjedh njënën për kartave të ndjenjave. Po, veç një minutë se të kara mikrofoni, veç ndreqe nëse mund të shpet, ose të ndreqe dhëna, apo mund është? Apo ndëgjona? Po, mirë, veç të ndreqe që të mës të delë. Komendu që je veç moderatore, po. Okej. Po, unë para teje, do me thoni ki disa kartave, ti mund është me zjedh. A kemi marrë nështu? Po. Janë edhe grupi tjetër, po për mësme... Okej. Këtu kënë se qysh po ndina? Po. Okej. Unë e duna me gjithë një... Stundvi, qysh po ndihesh momentalisht... Okej, që disa prej kartave që qenë kanë... Mund është me zjedh një ose dy. Relaksume, e bezdisër, e dekorajuar, është gënjë... Jo, diqka që shefi nuk njetë mirë. Okej. Unë e zakonisht njëna për qëta energjike, kështë që edhe me mëngjes për zgjidhe që për njëna energjike. Okej, tash. Qka kështë shumë dasht, unë si bashkëlojtare jotja, duhet ma shumë me më dhonë një feedback ose një vlerësim pëse për një është energjike. Okej. Qka të bënë ty mundi energjike, qa është një diqka që, se nështë ju krejt neve, situata e njëjtë nga bën mundi energjike, nështë ta jotja di ka në bën mundi nervoz, ose të ngarkune, ose të frustrune, ose një situatë tjetër. Që kjo është ka ne dallojmë për njën e tjetët, edhe në qëtë pikë në amrina me kuptu ma mirë nevojën edhe ndjenjen tonde. Okej, zakonisht njëna shumë energjike, si do mas të pramtëve që e dim që po vjen vikendi dhe kemi pushet. Pastaj është edhe puna që e bojmë shumë qef kolegët, që janë shumë të mirë edhe që vim me disponim, edhe pa tjetër që kur del para kamerës duhet me qenë e busqeshur, edhe me qenë me disponim të mirë, që ndoshta kjo është që pak edhe i flet vetës edhe të ndrejqë disponimi ma shumë, edhe një është ma e plotësume, ma energjike. Faleminderit. Atër, unë si bashkëlojtare e jotja, të ndëgjova me shumë vëmendje, edhe unë e kom një grup të kartave të nevojave, që pavarësisht që t'jetu një energjike edhe
që ajo ndjesia jote është pozitive, se na i kemi pozitive dhe negative, do me thonë, ndjenja tona. Unë dhe Leonora të dyat, po e zedhim njënën prej nevojave që ti e ki për me vazhdu me majt energjin. Okej. Kështu që... Mësë është gjume që atë. Tuhet pa tjetër gjume. Unë e zedha harmonin, po e zedha veç me faktin që personat si kur ti që janë energjik, duhet me majt edhe një, kanë nevoj, jo duhet, se duhet, unë nuk duna me të kushtzu, po unë mëj me të sugjeru, kanë nevoj me pas edhe një harmoni, me vetën, po edhe me të tjeret, që qajo energjia me pas një stabilitet ose një qëndrushmëri që me të mbajt ty energjike për ma gjatë. Që do me thonë mësë me ko një indikator i vogël edhe me të ardzu këtë nivelin e energjisë që ti ki faktor të shumët pëse të vinë deri të pjesa e energjisë. E ke pas një javë produktive, e pret edhe një vikend më të mirë, e pret edhe një javë tjetër, kështu që nështë edhe pjesa e harmonizë me vetën, po edhe me rrethin, është një nevoj tjetër që kish me konë për ty adekuate. Okej, Leonor? Apo ja konfirmon, e ka qëtë jo? Po, bashkëlojtari mund të thënë, unë e kam harmonin, s'kam nevojshme. Muj me të kundërshtua. Mund është të tojnë jo sështë është të po. Me kundërshtu, me pa debate. Shnet shumë. Në fakt, nëse i shetë gjitha ndjenjat, të kartat, kemi pozitive edhe negative. Më që nga do me shumë rëndësishme me identifiku edhe ndjenjat negative. Po, arsyeja pse ne identifikojmë asnjë nevojat është që me mujt me i mposh që ato ndjenja negative sa më shumë dhe me pas një jetë në harmoninë ato që ta menda. Bas asaj që e dëgjova ose posh, mujta me vëzhgu, gjatë kësaj kohë që po flasim, unë mendoj që për ty është shumë e rëndësishme baraspesha. Je përmende vikendin si shumë të rëndësishëm për pushim, po të njëjtën kohë nuk harrova me përmend edhe kohën e mirë që e kalon në punë bashkë me kolegë tu, që do thotë për ty një baraspeshë mes punës edhe pushimit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ka shumë njerëz që janë workaholic në një mënyrë që punojnë edhe në fund përjetojnë burnout, pse? Sepse asnjë njerëz kanë mërri me e identifiku cila nevojë është primare në jetën e tyne, edhe në fund përfundojnë të irritum, jo veç me kolegët, po e lojnë punën Pa tjetër të menoj që ki nevoj për kuptim edhe qëllim, fakti që ti e donë punën që e bojnë, edhe kjo pësjeshja dhe hareja qysh me mëngjes në ora 6 dhe nuk di sa fillon punën. Për orë 7 veç fillojnë do atë se ti. Ka të bëj me që ti ke qetë kuptimin edhe qëllimin, pra ato që e bojnë, edhe pa tjetër që t'jep harmoni, miqësi, edhe lidhje. Në që këto janë ose unë po mendoj. Po, është dhe lidhja me publikun që e ki, që ti nuk e shë publikun, po ata të shojnë ty, po e ki lidhjen se edhin që një publik është prej kamerës që po të shë, edhe që e ki qatë lidhjen e veçantë. Ti e ki qatë nevojën për lidhje për me mëri me kanë energjike. Për ndryshë nëse ishe konë veç me vetën tonë dhe të mos e ditë që dikush është mrapa teje, sikur se publiku që e përmende, ti se kështë pas nevojën e qasaj lidhjes ose qasaj harmonisë që na i thamë. Nuk do me thonë që ja kemi qëllu, që rëtha Leonora. Jo shumë mirë ja keni qëllu. Në fakt, ka disa mënyra, ka shumë mënyra, nështë ta me përmend një shembull, isha të i lujt me nipin tim, edhe njëna për metodave është që shetha menda ma herët, që ti e vendos një ndjenje në balë pa e pa, edhe personi tjetër ka me provu me ta shpigu unë dijem kështu, po pa të regu ndjenjen. E kjo të mëson, që e që thëma herë ti, qysh me u shprejna, si shëshni Kosovarë kemi nevoj me u mësu, me u shprej shumë a shumë dhe shumë a thellë. Tash, për mu që të dëgjoj ty, ka ashtu më dimon me dëgju me veshin aktiv, që mënyra që shti e përshkru në situatër, me mba mu me identifiku atë ndjenjë. Mund tjetë ndjenje jotja, ose mund tjetë ndjenje imja. Dhe isha të e lujt me nipin tim, edhe njëna prej nevojave, ishte vëmendja. Edhe ai po unë kisha të ballim, edhe ai po më thotë. Sa vjeç është nipi? 10 vjeç. Okej. A din ta është diçka që e ki shumë nevojë, tha, po mami shpesh smunet me ta dhon. Edhe gati sa së mbani me kajt. Fakt se kur identifikova që është çështja e vëmendjes, nevoja për vëmendje, dhe bisedova me motrën tem, dhe motra në vaj tha, ku tha, po dashka që më lënë gjitha gjana tjera anash, edhe më i kushtu shumë më shumë kohë djalit tem. Dhe shpeshher po e shohim që kur po luajmë në mesin e prindërve ose prind fëmijë, e shok shoqe, po ka jashtëzakonisht ndikim të madh që të lidhjen emocionale. Edhe prindin mas ne e bën me reflektu me më, okay, unë ndoshta punoj gjatë,
edhe kur vinë shpe punoj prap gjatë, për mja ofru një nevoj fëmis tem, por nuk më rrit me kuptu që nevoja në fakt që ka është koha kualitativë, me ta shumë a shumë se sa diçka tjetër. Që kjo është pse na kemi dasht me prezentu këtë loj, jo veç se një loj që e ble në lunë herë lënë sirtar, po si një, e tha Menda ma herë, psikoterapi, një bashkëbisetimi thellë. Në fakt edhe vetë kuptimi i grokut është të shkosh në thellësitë e diçkaje. Kjo është arsyeja që kur e kemi përkthy, nuk e kemi ndryshuar emrin prej originalit, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, s'kemi mujt me gjetë një fjalë adekuate shqipe që kishme përshkruar kaq mirë. Të shkosh në thellësi të diçkaje. Edhe unë kam shumë për zemër këtë çështjen e komunikimit jo të dhunshëm, edhe bashkë me Mendën e kemi përqafu kogja shumë si një... Kemi mision me rregullu njëna tjetrën, fillimisht tani dhe komunitetin. Na vetë kemi pas sfida, edhe shpesh sinqerisht, edhe kur kemi qenë para ose një takimi të rëndësishëm për me prezentu grokun, çdo na kanë ndodhur kështu do acarime dhe kacafytje, dhe i kam thënë Mendës, kjo është si një test për neve me pa sa jemi natë përgatituna që me mujtë me mësu grokun të dikush tjetër gjithashtu. Që po i gëzohemi këtij misioni edhe shpresojmë që të tjerë kanë me arrit me kuptu, pa tjetër, sidomos sa i përket institucioneve shkollore, arsyeja pse kemi ofruar trajnimet e ta është që ata që kanë me facilitu lojën të fëmijët me ditë sakt qysh facilitohet, që me mujtë groku, kur fëmija shkon të shtëpia, me ja përçu babës, nanës, vllaut, motrës që të idenë e ndjenjave, emocioneve, nevojave dhe komunikimit jo të nëshëm, pse jo dhe dëgjimit aktiv që është jashtëzakonisht i rëndësishëm. E unë tash Mendina e mahnitur me lojën. Shumë e mirë, edhe për një me po të shtenë veç me vazhdu dhe me komuniku ma shumë. Pësë më të të kemë vishë ajo baza. Sa të me t'jën më umledh me familjen me pi qaj dhe me lojën. Na po të lojmë një dhurat për ndryshe, që mundesh me marrë dhe me provu vetë. Vishë një detaj që që e përmendi dhe Leonora, e përmendet e tja jeni veç dyja, sa në s'keni me mujtë veç dy persona me shku në se cilën institucion ose në familje me depërtu. Në është asku me kona as manuali, i mjaftushëm, me marrë dhe me ledzu edhe me indjek lojat. Për që të arsye që ta persona që kanë mu trajnu, qofë për institucionave, ose kanë mu qujtë si grok ambasador, sa ata kanë me ndjek të njëni tjetrin, edhe na kemi mundu si ekip që ata me kanë pjesë e komunitetit tonë, edhe për gjithdo ndryshim, qoftë edhe prej kompanisë Grok dhe World që është në Amerikë, edhe për institucioneve tjera që janë pjesë e Grokut, së bashku me i bo, me i përditësu gjithdo metodë të mirë, gjithdo praktikë që është sa i përket edhe psikoterapisë ose vetë reflektimit të vetë mjetit e lojës që kome në ndihmu, që kjo është qëllimi kryesor, që është e thashën tu fillu prej vetës, prej familjes tonë rrethit, edhe matutje, sa ma shumë persona që vrinë mu përqu mesajët, qash ma e madhe bëhat edhe ndikime edhe që shë edhe ti këshme konë shumë e mirë që nesër mas nesër me thonë që në shkollë fëmijët e kanë landën e empatisë edhe këshme konë landa e tyne e preferune. Për ndryshë në website-in tonë kemi shumë informacion, edhe sa i përket lojës, po ashtu kemi informacione sa i përket workshopeve të ndryshme që ne ofrojmë, për gjithë ata që veç janë të interesu me u informu ma shumë rreth lojës, besoj që në website-in tonë ka informacionet mjaftueshme. Edhe loja mund të porositet online, edhe workshopi mund të porositet online gjithashtu. Faleminderit shumë që e keni sjell një lojë në gjuhën shqipe. Edhe keni bo një punë kaq të mirë, edhe faleminderit sot që keni ardhur në #Gjesi, në sollet energji mjaft mirë dhe pozitive të dyja, kështu që po besoj që kemi më pa edhe herave tjera dhe po shpresojmë në fund që kjo lojë do të jetë edhe si lojë në shkollat publike të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kënaqësia jonë. Faleminderit.